Po, ik me në punë të nga... Jo, Bëni së bashku? Atëherë, do marrësh mamin ose babin në telefon, të bësh një prank call, thuaj, kam bërë, ku diun, do të thosh diçka marra mend se më duhen 300 euro për këtë X arsye, ku diun, mendoj një gjë që të jetë sa e çmendër, po dhe e besueshme në të njëjtën kohë. Kë do marrësh? do marr mamin. Mirë mamin. Super. Alo, Parajsë, alo ma. O ma, jam te piramida dhe nuk e bëta besu që ndodhi për zonë e madh. Jam po kaloja këtu te rruga, si komsore, edhe 2 makina thjesht u përplasën, o ma dhe janë të më fajnë mua dhe duan 300 euro. që të sanë, më. Po, ik me në punë të nga... Po më kërcënon. Jo, thiri policinë, thuj. O ma, që të bëj, a do vishë marrësh? Thiri policinë, thash. O ma, nuk kam që të bëj. O ma, shaka. Ja, aktore lindur. Oh. 30 euro, po seriozisht, dhe 30 GB që i ke merituar për aktrimin perfekt i super aktore. Thank you, Ede! Kush është preku më i bukur që mund t'i keni bërë ndonjëherë dikujt? Komentoni më poshtë.